Një eksperiment i zhvilluar nga Universiteti i Teksasit ka zbuluar diçka befasuese. Mjaftojnë vetëm 14 ditë pa akses në internet në telefon për të përmirësuar ndjeshëm shëndetin mendor dhe përqendrimin. Sipas studiuesit Ardian Ward, pjesëmarrësit përjetuan një test të fortë pozitive, sikur truri i tyre ishte rinovuar me një dekadë. Në studim morën pjesë mbi 4.000 persona me një moshë mesatare 32 vjeç. Ata nuk ishin leje të përdornin internetin në telefon për 2 javë, por mund të përdornin telefonin dhe të dërgonin mesazhet. Rezultatet: 91% e tyre raportuan përmirësim të dukshëm në gjendjen mendore, më pak lodhje, më shumë fokus dhe qetësi emocionale. Gjatë kësaj kohe, shumica ju rikthyen aktiviteteve si leximi, vizatimi, takimet me familjarë dhe miq, si dhe koha në natyrë, gjë që ndihmojnë në rikthimin e qetësisë mendore dhe kreativitetit. Sipas studiuesit Ward, problemi nuk është interneti vetë, por mënyra e pakufizuar se si ne e përdorim atë. Ky eksperiment është një sinjal alarmi për të gjithë. Ndonjëherë mjafton një pushim i shkurtër për të rikthyer balancën dhe ndjesinë njerëzore në jetën tonë.